Ëndra me një ceremoni madhështore pensionohet veprimtari i çështjes atetare dhe drejtori i shkollës së Randobravës, Hazër Shala. Të pranishëm ishin qendra miq e familjar si dhe zyrtar të lartë arsimit, nisur nga drejtoresha e DK-s Lulieta Veselaj Kutaj, kryetari i Zbashkut për Prizren Rëshit Kushaj, bashkëvendasi i tij, njëri ndër themeluesit e parë të celulave të para të UÇK-s dhe deputeti Najt Hasani, drejtor shkollash dhe shumë miq të dashur edhe nga SHBA, miq e familjar. Fillimisht me këtë rast pensionim të mbar i ka uruar deputeti Najt Hasani, i cili në mes tjera tha me respekt të veçantë dhe emocione të forta, sot i urojmë gëzuar ditëlindjen zotri Hazër Shala, njeri i dijes, urtësisë dhe përkushtimit. Punosh në arsim për 41 vite është lëshgjur. Ti është pjesë me nxënësit, me kolektivin, me bashkëfshatarët, është një nder dhe një respekt. Po nderi e respekti rritet kur ata nxënës, ata fëmijë që kanë kaluar në për shkollën tonë, në për këtë kolektiv që është këtu, përmes menaxhimit të drejtorit, të Azerit, sot janë doktora, janë shkencëtar, biolog, bujq. Këtë do të që ka lënë gjurë. Moment që le gjurë, je pjesë e ati komuniteti, asaj shoqërie e ati fshati. Fshati jonë do të ndihet mirë, krenar, për punën, për aktivitetin që ka po shkolla dhe e banë, në edukimin e fëmijëve tanë, nga parashkollori deri në klasën e 9. Uroj që për gjithë këto vite të punës palevotshme. Drejtoresha e DK-s Lulieta Veselaj Kutaj tha se sonte bashkë me shumë miq jemi mbledhur për një rast të veçantë, për të shprehur mirënjohjen dhe respektin ton të thellë për drejtorin që ka udhëhequr me dekada, mësues dhe mik për të gjithë ne zotri Hazër Shala. Një drejtues i mirë nuk matet vetëm me rregullat që vendos, por me frymën që përcjell tek të tjerët. Pensionimi është një kapitull i ri për një fillim tjetër të mbushur me kohë për veten, për familjen dhe për ëndrat që ndoshta kanë pritur gjatë. Sonte jemi mbledhur këtu për një rast të veçantë, për të shprehur mirënjohjen dhe respektin ton të thellë për një njeri, një udhëhec që me dekada shkëlqeu në drejtimin e institucionit shkollor. Me një ndjenjë të veçantë krenarie, po dhe me një pikë mallëngjimi, përcjellni për në penzion drejtuesin ton të dashur, kolegun ton, zotin Hazër Shala. Vitet të cilat i kaluam së bashku dhe ju në krye të shkollës si udhëhec, si drejtues shembull, keni lënë gjurmë të pashlyeshme në institucionin shkollor, po ashtu edhe në arsimin prizrenas. Me përkushtim, vizion dhe dashuri për arsimin, keni drejtuar me mençuri, duke qenë gjithmonë shembull i durimit, integritetit dhe përkujdesjes për nxënësit dhe stafin. Në udhëheqjen e drejtorit Hazër Shala, shkolla në fshatin Randobrav jo vetëm që ka nxjerrur gjenerata të arta, deputet në Parlamentin e Kosovës, ka nxjerrur doktor shkence, gjykat, avokat e shumë fusha të tjera, por jemi krenar që keni krijuar një vatër të ngrohtë bashkëpunimi dhe zhvillimi njerëzor me bashkëpunëtorët e komunitetit arsimor. Një drejtues i mirë thuhet se nuk matet me rregullat të cilat i vendos në shkollë, por me frymën të cilën e përcjell gjatë gjithë jetës. Kurse dhe Rëshit Kushaj e ushtruesi detyres së drejtorit në Randobrav Nazmi Hoxha nuk kanë kursyer lavdata për punën dhe për kushtimin e drejtorit Shala. Me Azerin kemi punuar dhe bashkëpunuar për 20 vite bashkë, e njohim mirë njëri tjetrin, vetëm ka marrë këtu që ta përshëndes në emër të Lëvizjes Sindikale të Kosovës, në emër të kryetarit Ramon Jasharaj, i cili e njeh mirë dhe e din mirë qëndrimet dhe bashkëpunimin dhe ndihmën e kontributin e tij
në zhvillimin e sindikatës dhe së shkollës shqipe deri më tani. Duhet t'je them se punën e arsimtarit, punën e atë gjithë atyrve që punojnë në shkollë, djetarët, ngjyrën apo si themi na bojën e stenografit e kanë vlerësuar njëjtë sikur se pikat e gjakut të dëshmorëve të kombit. Çdo kontribut dhe investim në arsim ka të bëjë me stabilitetin politik dhe me zhvillimin ekonomik të vendit tonë. Qysh i ri u dallua për vullnetin e tij të rrallë në mësime, ndaj shkatësi që i zotronte e bën të suksesshëm në çdo aspekt. Kishte ambicie të mëdha për jetën, por mbi të gjitha në zemër e ruante me fanatizëm dashurinë për shkollën shqipe. Në shkronjat e gjuhës së bukur amtare e gjeti atë dhe dashurinë e mbrojtur për këtë tokë. Ndaj me njëherë u angazhua në këtë rrugtim në shërbim të shkollës dhe atdheut. Kështu filloi punën për herë të parë si mësues në vitin shkollor 1984-1985 në shkollën fillore Zenel Hajdini në Randobrav, deri në vitin 1997, kur pavarësohet shkolla jon nga ajo e Tiranës dhe që nga ky vit kryen detyrën e drejtorit të shkollës. Këtë detyrë e vazhdon për 3 dekada radhazi në SHFMU Idris Seferi, ku dhe sot vazhdon ta kryejë këtë punë me të njëjtin përkushtim në shkollën e re të pakzuar me emrin 22 dëshmorët. Derisa në emër të familjes ka falendëruar i biri i tij Lavdim Shala. I dashur baba, sonte në këtë atmosferë festive, bashkë me familje, shok dhe miq, kolege dhe mësimdhënës, ti po e kremton 65 vjetorin e lindjes. Ti bir i Shqipës, i përtritur nga trungu familjar i jetë Hazer Shalës, u bërë lisi pamposhtër i qëndresës heroike, me shumë dek, me 2 djemë, ushtrimin dhe lavdimin, me 2 vajza, Albulenën dhe Marigonën, gjysh me Nipa dhe Mbesa. I dashur baba, gjyshi Jakub dhe gjyshja Hamide ishin krenare që të lindën e të rritën, sepse ti i dhe, sepse ti ishe dhe mbete burim shprese, fener ndriquës i familjes dhe i rrethit ku jeton e vepron. Ti krenaria më e madhe e familjes tonë, dhe jo vetëm. Ne do t'jemi për herë mirënjohës për të arriturat ti që bëre të pamundurën të mundur. Në arrite dhe edukove me vlerat më të larta, jo vetëm prindërore, por ti ishe mësuesi, drejtori, udhërrëfyesi, veprimtari, kudo e kurdo që e lypte nevoja, në shërbim të qytetarëve, vendlindjes, rrethit ku jeton e vepron, në tërë Kosovën tonë të dashur. Ne ndihemi krenar dhe të privilegjuar që të kemi njeri i mirë, guzimtar në përmbushjen e misionit fisnik. Ti dha e krah e fort zogut të qëndresës, e bëre që ti arrije lartësitë e dëshiruara, për çka sot ndihemi krenar për arritjet e jashtëzakonshme. Mbi 40 vite me përkushtim e punë të palodhur në përmbushjen e misionit në rrugtim të dritës, aty ku bën dritë dielli i njeriut, bashkë me kolegë që patën një përkraje të paluhatshme. Azari ishte një nga veprimtarët e hershëm politik bashkë me Najt Hasanin, kurse ishte pjesëmarrës i të gjitha ngjarjeve adhetare arsimore në Randobrav e Përdrini. Kontributi i tij palodhur padyshim se ka ndihmuar zhvillimet e pasluftës në Randobrav e më gjerë, kurse si drejtor ka dhënë kontribut shumë të çmuar në procesin arsimor në komunën e Prizrenit. Meritas, punën, vlerat e tij, por unë nuk po e zgjat shumë, por i dëshiroj Azarit shëndet, jetë gjatë të lumtur, së bashku me zonjën, me djemët, mesat, vajzat
dhe farefisit. Kushërinë tim, 13 vite për mu që kam pas fatin të bashkëpunoj në aspektin edukativo-arsimor, jam shumë krenar që kemi arrit deri në ato momente që ti kemi ato mundësi tona që të kemi sukses. Unë jam i nderuar që kam rastin dhe mundësinë që të flas me kaq krenari për shkollën dhe për fshatin. Pas 41 vite pune në procesin edukativ arsimor, për 13 vite si mësues dhe 28 vite si drejtori i kësaj shkolle të dashur dhe kryetar fshatit ton, ka ardhur momenti të them lam të mirë nga detyra zyrtare. Por jo nga dëshëria dhe përkushtimi për ju dhe këtë vend që kam dashur dhe dua për gjithmonë. Në këto vite kemi kaluar së bashku shumë sfida dhe shumë suksese. Kemi punuar dorë për dorë për të ngritur arsimimin e fëmijëve tanë në nivele më të larta, për të ndërtuar një shkollë më të mirë dhe një komunitet më të bashkuar. Kam qenë dëshmitari rritjes së brezave të rinj, të cilët janë qytetarë të ndritur dhe krenaria jonë më e madhe. Nga kjo shkollë dolën emër të shuar të shkencës, politikës dhe të lëmive tjera. Qendresa ka dhënë njerëz të Pelës dhe Pushkës, si Bas, Arif Hoxha, plak e vërmëtari shuar i pajtimit të gjaqe dhe qeshtjes kombëtare.